Përshëndetje, mirë se erdhët në një vlog të ri. Unë quhem Roala dhe ne jemi duke u nisur për në Sharm, ndërkohë bëm check-inin dhe po ham diçka këtu tek McDonald's, diçka të shpejtë, ja ku kam edhe My Diamonds, përshëndetje ndjekësit e mi në YouTube. Përshëndetje. Po ham diçka shpejt e shpejt se po sharrohemi, dieta ka mbaru. Jemi me detox, jemi në rregull. Kemi suplementet me vete. Por do ham që të duam. Sa po të shkojmë në Sharm, çaj mix me real complex. Olibox, Kalos në bar. Na ndjekit kudo. Kur vonohesh të hash bukë dhe t'ikën avion. Hajde se na iku avioni. Korri. Shperi. Kompania. Të bom t'i plastikën për stot. Gati në 2 orë gjysmë për të arritur, por për na zë si zhvimi edhe pak. Zbritëm nga avioni, fluturimi vajti super mirë, tani jemi këtu për të kontrolli pasaportave. Takuam edhe atë zotërinë agjencisë që erdhi për të marrë dhe na çoi tek resorti. Këtu një vallë që për momentin unë po ndihem mirë, duke qenë se në avion ishte goxha freska si fundmi. Kështu që nuk është se ndjeva shumë atë vapën e madhe, tani i shohim. Tu jemi një orë mbrapa krahasim me Shqipërinë. Një orë para, s'harrova. Si rregull në Shqipëri tani janë është ora 7 pa i qerek. Kurse këtu është 8 pa i qerek. Që jemi në kohë për të bajtur djeg pas ende i bërë dreka, shpresojmë që mos abonojnë shumë. Sidomos pjesa e valigjeve. Gati për të nisur super pushime. Dolëm tani nga aeroporti. Gjurgë zotëria e agjencisë na ndihmoi të merreshim vesh, bëm edhe ca foto se tek aeroporti në Milano nuk bëm as gjën më të vogël, me që se ishim me vonesë. Është një nxehtësi. Është një nxehtësi mbytëse. Pastaj tek resorti do bëjmë edhe kartën për internetin. Ulolla. Andiamo ragazzi, andiamo. Wow, sa bukur. Resorti ynë quhet Farana. Ma allora siamo in casa, è un villaggio di italiani anche. Bëm check-inin. Tani sa ta bëj dhe Angela do shkojmë të ham. Deri tani vërtet shumë bukur. Normal tipike egjiptiane si thotë. E do shkojmë të ham bukë se po vdes. Ha ku jemi? Jemi lodhë qik më thënë drejten, unë njëherë jam zgjuar që 4 mëngjesit. Edhe ato 2 Angela dhe Fitiu normal janë nisur herët. Por pa ngrënë nuk do shkojmë të flemë. Shumë bukur, këtu vërtet super, wow. Do kalojmë 8 ditë fantastike. Kjo është njëra ndër pishinat. Me sa kemi kuptuar është më e madhja, sepse akoma s'kemi eksploruar asgjë. Madje akoma as ke dhoma nuk kemi ndalur. Wow, sa super. Me zi pres të zhytem. Mirë se erdhët në vlogën tonë në Sharm el Sheikh.
E jani. T'ju bëj një room tour shumë të shkurtër, sa po futemi në të djathtën tonë kemi tualetin, eja. Që është edhe shumë i bukur i pastër, kemi një super dush të madh. Pasqyra, unë do bëhem gati dhe do të bëjmë video të bukura, kemi dhe remisin. Përballë banjos kemi kthejë remisi, kemi dollapin, unë kam hapur këtu valizhe, pastaj e nga mua. Dhe kjo dera këtu kemi ku e mshit Anxhelën dhe Fetir. Kjo është dhoma jonë, frigoriferi, një ambient i vogël për të vendosur gjërat dhe dritarja ose një fritera. Po dhe taraca jashtë, blarit i hap me gjithë këto perte. Nuk arrit i hap. Se si shikoj do arrit të mësoj se si hapet. Ecco! E janë me mua. E kjo është pjesa jashtë kua për pas kemi edhe kishinën. Kjo është një tip fshati turistik, ku janë të ndara dhomat në shtëpiza të vockla. Është shumë i bukur, akoma nuk e kemi eksploruar shumë, por që jam shumë e sigurt që do kalojmë super pushime, plus që këto pushime nuk janë vetëm me ne dhe me Anxhelën, por një pjesë e madhe e Team Butterfly e grupit tonë të cilët bëjmë network marketing, ku janë burrat e çmuar. Dita e parë e udhëtimit e të themi mbarojmë me kaq. Shpresoj që ky vlog t'ju ketë pëlqyer, por unë do ju marr çdo ditë të vete me mua dhe do eksplorojmë akoma më shumë këtë super ambient, super resort. Nëse ky vlog ju ka pëlqyer dhe doli akoma më shumë, mos harroni të lini sa më shumë like, të bëni një koment dhe normal subscribe në rast se akoma nuk më ndiqni. Natën e mirë, ne po shkojmë të shijojmë. Super